Në këtë edicion do të ndihni. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla ka pritur në takim Ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani. Në spitalin e Gjakovës po trajtohen ende shumë të infektuar me virusin korona. Aty po vazhdon edhe trajtimi i pacientëve nga Shqipëria, ku gjithsejt janë 7 të tillë në këtë spital. Është bërë tashmë traditë që për ditën e tokës shumë qytetarë, fëmijë të rinj të moshuar falin pa ngaku atyre për të mbjellë një pemë, pastruar një territor publik që synojnë të rrisin ndërgjegjësimin qytetar ndaj çështjeve mjedisore. Në fshatin Novosel të Gjakovës, gratë ndërmarrëse tashmë po merren me prodhimin e plehrave organik. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla ka pritur në takim Ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani. Pas takimit, të dy mbajtën konferencë për media. Ministrja e Punëve të Jashtme të Kosovës Donika Gërvalla dhe homologu i saj nga Maqedonia Veriut Bujar Osmani kanë kundërshtuar çfarëdo ideje për ndryshim të kufive në Ballkan, duke cilësuar madje edhe si të rrezikshme. Ata këtë dokumente i kanë bërë në konferencën e përbashkët për media pas takimit që kanë pasur në Prishtinë. Gërvalla ka thënë që është shqetësuese vetëm përmendja atyre tezave. Kemi ndjek me shumë shqetësim daljen në media të letrave të tilla, të tezave të tilla, të cilat vetëm thjesht edhe përmendja e tyre është tepër e rrezikshme për rajonin. Ne kemi pasur edhe në vitin 2018 kemi pasur tendenca për gjetjen e zgjidhjes në shkëmbime të territoreve, në ndarje të vendit në bazë të linjave, të vijave etnike. Për ne është shumë e qartë. Nuk është asnjë opcion ajo çfarë shkruhet në për letra të tilla, pavarësisht ku janë autorët dhe pavarësisht a janë menduar vetëm thjesht si teza për të diskutuar apo për të implementuar. Edhe një shumë i qartë është qëndrimi ynë që e shohim të rrezikshëm dhe do duhet të gjitha palët të ishin shumë të kujdesshme, sepse në këtë formë cyten konflikte të reja, të cilat për rajonin ton janë krejtësisht panevojshme. Ministri Osmani, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë, tha se ata mbështesin dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që duhet të përfundojë me njohje reciproke. Bashkë me ministrin riafirmuam raportet jashtëzakonisht pozitive bilaterale ndërmjet dy vendeve tona, dy shtetet pavarura dhe sovrane, për cilët kanë një numër jashtëzakonisht të madhe të pikave të përbashkëta, që krijojnë miqësi të thellë dhe të përhershme, dhe kjo është rëndësishme edhe për qytetarët e dyja vendeve, por është edhe një shembull i mirë për rajonin i cili ende po ballafaqohet me sfida të shumta. Gërvalla tha se raportet në mes dy vendeve janë shembull i bashkëpunimit rajonal, duke thënë se dy vendet kanë të njëjtin qëllim dhe ai është anëtarësimi në BE. Republika e Kosovës dhe Republika e Maqedonisë Veriut ndajnë interesat përbashkëta politike dhe ekonomike për stabilitetin, qëndrueshmërinë dhe prosperitetin e rajonit ton. Fuqizimi i marrëdhënieve dypalëshe dhe të fqinjësisë mirë është përkushtimi ynë i cili për ne nuk ka tjetër alternativ. Maqedonia e Veriut është një partner strategjik i Kosovës. Rreth 30 marrëveshje ndërshtetërore i kemi lidhur, bashkëpunim në shumë fusha, vizita, takime intensive në të gjitha nivelet. Edhe presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka pritur në takim ministrin e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani. Mediat janë lejuar të marrin vetëm pamje në fillim të takimit, ndërsa konferencë për media nuk do të ketë. Komisioni për të drejtat e njeriut, barazi gjinore për persona të pagjetur dhe peticione ka takuar përfaqësuesit e shoqatave për mbrojtjen e të drejtave të grave të dhënuara gjatë luftës. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi rreth kërkesave dhe shqetësimeve që kanë këto shoqata. Duda Balje, kryetare e Komisionit për persona të pagjetur dhe barazi gjinore, tha se është kënaqësi e madhe që në takim është edhe Vasfije Krasniqi. Krasniqi ka thënë se është në takim që të njoftohen me secilën shoqat. Ky takim sot
është të njoftohem sa më shumë me secilin shoqat që merret me viktimat të dhunës seksuale. A marrë parasysh se janë të licencune për komision apo jo? Feride Rushiti nga Qendra Kosovare për Rehabilitim e të Mbjetuarve tha se rëndësia është brenda për brenda dhe t'i ndajmë kërkesat dhe shqetësimet për dhunën e grave. Fokusi kryesor është i të mbjetuarve të dhunës seksuale. Takimi ka vazhduar pa prezencën e mediave. Sot janë ndërmarrë procedurat e shkarkimit të drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues të Kosovës Nehat Thaçi. Për këtë të fundit, Ministria e Drejtësisë po pretendon se kanë evidentuar shkelje dhe janë bërë transfere të paligjshme. Ministrja Albolena Haxhiu ka njoftuar se kanë kërkuar nga auditori i brendshëm që të bëjë verifikimin në lidhje me këto dyshime. Ministria e Drejtësisë në një konferencë për media ka përmendur disa shkelje që janë evidentuar për drejtorin e shërbimit korrektues të Kosovës Nehat Thaçin. Për këtë, ajo ka paralajmëruar edhe iniciimin e procedurave ndaj tij. Kuadër të shërbimit korrektues të Kosovës janë lidhur kontrata të dëmshme dhe janë bërë transfere të paligjshme. Pas këtyre informatave, ne kemi kërkuar nga auditori i brendshëm në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë që ta bëjnë një verifikim lidhur me dyshimet për veprime në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Kontratat për cilat kemi kërkuar raport auditimi janë si në vijim. Dhënia në shfrytëzim e pronës së Ministrisë së Drejtësisë në Vushtri, pra bëhet fjalë për dhënien në shfrytëzim të pronës publike të Ministrisë së Drejtësisë, një kompanie pa i plotësuar kriteret ligjore. Kjo kontrat është nënshkruar nga ish ministri Selim Selimi dhe drejtori aktual i shërbimit korrektues të Kosovës. Bëhet fjalë për mbi 2 hektar tokë që kanë qenë pronë e Ministrisë së Drejtësisë. Më tutje ajo ka përmendur edhe marrëveshjen e bashkëpunimit ndërmjet HELP, riparimin e agregateve, procedura prokurimit lidhur me servisimin e mirëmbajtjes së lifteve, furnizim me ushqim për qendrën e parapërkimit në Prishtinë dhe disa çështje tjera që kanë të bëjnë me rekrutime. Dhe bazuar në gjetjet e këtij raporti, sot do të procedojmë me kërkesën për ndërmarrjen e masave disiplinore ndaj drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues të Kosovës. Kjo kërkesë do t'i adresohet Këshillit Shtetëror për vlerësim dhe disiplinë në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Për detajet e këtyre shkeljeve ka folur zëvendës ministri i Drejtësisë Blerim Sallahu. Sipas tij, këto gjetje tregojnë për një aktivitet kriminal brenda Ministrisë së Drejtësisë. Ai ka shtuar se nënshkrues të kontratës për qiradhënie ka qenë ish ministri i Drejtësisë Selim Selimi dhe drejtori i shërbimit korrektues të Kosovës Nehat Thaçi. Ky gabim i qëllimshëm nuk mund të jetë vetëm gabim, sepse lëshimet e qëllimshme janë krime. Kjo marrëveshje, të cilën e ka quajtur të kundërligjshme, ai tha se është bërë në kombim të çmimit banal prej 2100 eurove në muaj. Sallahu tha se auditori ka gjetur parregullsi edhe në nënshkrimin e një marrëveshje bashkëpunimi mes drejtorit Nehat Thaçi dhe organizatës jo qeveritare HELP. Atë marrëveshje, shërbimi korrektues i ka ndarë 42.000 euro për organizatën e cila nuk ka lidhur asnjë kontratë me personat e tjerë për ta realizuar kontratën me shërbimin korrektues. Pra, këtu kemi mungesë të lidhjes së kontratës ndërmjet organizatës HELP dhe personave të tjerë me qëllim të realizimit të komponentave caktuar. Ai tha se janë bërë edhe shkelje tjera në rastet e riparimit të gjeneratorëve në burgun e sigurisë së lartë, ku nga shërbimi korrektues 1 litër vaj është blerë me 15 euro. Kërkojmë prokurorin e shtetit për të hetuar dhe zbardhur veprat e dyshemta penale të shtjelluara në raportin e auditimit. Më tutje i ka bërë thirrje edhe operatorit ekonomik i cili është regjistruar pasafatshëm që të ndalë punimet në pronën publike, aty ku parashihet që të ndërtohen objekte afariste. Vazhdojmë edicionin e lajmeve dhe shkojmë në spitalin e Gjakovës, aty ku po trajtohen ende shumë të infektuar me virusin korona. Aty po vazhdon edhe trajtimi pacientëve nga Shqipëria, ku gjithsejt janë 7 pacientë në këtë spital. Pavarësisht gjendjes së rëndë me koronavirus në Kosovë, këtë javë numri i rasteve pozitive ka pësuar rënje në komunën e Gjakovës. Këtë e thekson edhe Hilmi Shala, drejtori i Spitalit Përgjithshëm Isa Grezda.
Kemi një rënje të lehtë në komunën e Gjakovës, po kjo rënje ka reflektuar në spitalin tonë, kemi më pak pacientë që janë trajtuar për Covid. Bazuar në raportin 24 orëve të fundit, të hospitalizuar janë gjithsej 70 pacientë, prej të cilëve 60 janë pozitiv, 5 negativ dhe 5 të pakonfirmuar. Me oksigjen aktualisht po trajtohen 39 pacientë, ndërsa me CPO-MOZ është vetëm një pacient. Ai gjithashtu sqaron se nga stafi mjekësor vetëm 3 infermier kanë rezultuar pozitiv. Me raportin e menagjesit që kemi pranuar, kemi 70 pacientë të cilët janë trajtuar për Covid, nga këta pacientë 60 janë pozitiv, 5 janë të konfirmuar negativ, 5 presin rezultatet. Një pacient është në gjendje më të rëndë, është në respirator, një është në CPAP mask. Momentalisht i kemi 3 infermiere, të cilat janë në trajtim shtëpiak, gjendja atyre është e mirë, pjesa tjetër, dhe më thënë mjek infermier, stafi mbështetës, gjithë janë në punë, janë të mobilizuar dhe po vazhdojnë punën normalisht. Tutje Shala tregoi se si qëndron spitali sa i përket kapaciteteve në raport me numrin e shtreturve dhe nevojave tjera. Aktualisht kapacitetet e spitalit janë mirë, janë diku 50% janë të lira, ka oksigjen, furnizohem 2 herë në ditë, ka preparate, ka medikamente, po ku pas ku shpenzohem, furnizohem vazhdimisht. Po vazhdon dhe trajtimi pacientëve me Covid nga Shqipëria, ku gjithsej janë 7 pacientë të cilët po trajtohen në këtë spital. Mbesim tek shëndetësia dhe shkojmë aty ku po imunizohen një pjesë e banorëve të Gjakovës. Në qendrën e mjekësisë familjare në Qabrat, sot është vërejtur numër më i madh i personave duke u vaksinuar. Po vazhdon procesi i vaksinimit në qendrën e mjekësisë familjare, e cila është ndarë enkas për të moshuar dhe punëtor shëndetësor në Gjakovë. Makfireti Berisha, infermiere kryesore e vaksinimit në këtë qendër, ka thënë se pasi ka pasur mungesë të vaksinave, nga sa situata është stabilizuar. Ne jemi duke vaksinuar prap me moshën 75 deri në moshën 17 vjeçare. Dje kemi përfunduar sasin, po jemi furnizuar edhe me 200 doza të reja. Tutje Berisha tregon se nuk kanë hasur vështirësi deri tani dhe numri atyre që shprehin interesim për të vaksinuar po vazhdon të rritet. Nuk kemi vështirësi, shkojmë në rregull, e respektojmë moshën, të gjithë ata që janë të smuar kronik kanë përparësi. Prap kemi edhe disa punëtorë shëndetësor, kemi të pavaksinuar edhe disa punëtorë të ordinancave private. Apo ka kërkesa më dha për vaksinim? Po, kërkesa është shumë e madhe, si e ordinancave private, po ashtu edhe të pensionerat. Deri tani numri të vaksinuarve ka arritur afro 1500, por ka mbetur dhe disa nga personeli shëndetësor, gjithashtu në këtë qendër të mjekësisë familjare po vazhdon të punohet dhe ditëve të fundjavës, me 2 ndërrime me orar 8 deri në 15, vetëm që të arrihet imunizimi i personave të përcaktuar. Është bërë tashmë traditë që për ditën e tokës shumë qytetarë, fëmijë, të rinj e të moshuar falin pa ngaku atyre për të mbjellë një pemë, pastruar një territor publik që synojnë të rrisin ndërgjegjësimin qytetar ndaj çështjeve mjedisore. Në fshatin Novosel të Gjakovës, gra ndërmarrëse tashmë po merren me prodhimin e plehrave organik. Është bërë tashmë traditë që për ditën e tokës shumë qytetarë, fëmijë, të rinj e të moshuar falin pak nga koha e tyre për të mbjellë një pemë, pastruar një territor publik, për uruar një lulishte apo për të marrë pjesë në organizima që synojnë të rrisin ndërgjegjësimin qytetar ndaj çështjeve mjedisore. Në fshatin Novosel të Gjakovës, kryetari Ardian Gjini vizitoi disa nga gratë ndërmarrëse që merren me prodhimin e plehrave organik. Dje kem pas ditën e tokës edhe shënojmë për një javë. Është një gruaja, është një segment jashtëzakonisht i rëndësishëm për me mri ato që ne në fakt tonë bashkëdojmë, edhe burrat edhe gratë. Ajo është mi pas një vend më të mirë, mi pas mjedisin ku jetojmë pak më të mirë, mi rregullu jetën për çdo ditë. Martja Përgjith të Pranishmi tregoi se për çfarë shërben komposteri që mban në oborrin e saj. Na shërben për borë, për gjethe, për çdo sen, flet gjetheve, tash e flet laknave, për çdo sen edhe qesim këto. Këtu mbushet për një vit, edhe këta shfrytëzojmë për kopsht. Ky është ple organik. Përfaqësues të SHERA dhe UN Women u shprehën se gjithmonë do të jenë në përkraje të këtyre grave që punojnë në të mirën e mjedisit dhe ruajtjen e ambientit.
është diçka një investim do shta i vogël, mirë po e marrin, e shfrytëzojnë për qatë kohë sa kanë më raportu, pastaj e lojnë. E kundërta është me të gjitha juve, sepse me këta komposterat të cilat i kemi shpërnda, nuk është një sasi e madhe, 80 gra fermera kanë përfitu për kësaj, na erdhëm tek martja, e cila na priti se e ka dhe pleun, e di edhe se cila nga ju gjatë gjithë kohës e bëni ata. Ma rëndësishmja që ka na pëdoj me potencu është kontributi i grave me ato forcat që i keni, duke i pas parasysh edhe sfida që i keni të i kalu, izolimin, Covidin e gjitha, prapë se prapë jeni të përkushtune me punu, që me vazhdu me punën e juj, meri për 3 tokën, që faktikisht që kjo është qëllimi edhe i fushatët. Nga këtu u tha që natyra është të gjithë neve, andaj të kujdesemi të gjithë për të. Lëvizja Vetëvendosje mbështet 3 kandidat për zgjedhjet e së dielës në Shqipëri, me 3 ujse të mundshme që synojnë t'i kenë në kuvend nuk mëtojnë të jenë pjesë e qeverisë ardhshme, por zëri i problemeve të shqiptarëve. Me një program për të cilin thonë se është krejt tjetër nga partitë e tjera, kërkojnë votën me besimin se në zgjedhjet e ardhshme do të jenë një nga forcat kryesore në vend. Bojken Abazi, Ilyas Shehu dhe Kreshnik Mergjani janë 3 nga kandidatët e pavarur që garojnë në zgjedhjet e 25 prillit në Shqipëri, e që mbështeten nga lëvizja Vetëvendosje. Pikërisht ky është momenti kur Partia Kurtit në Shqipëri kërkon që luftën politike ta zhvendos në institucione, duke kërkuar besimin e qytetarëve në qarkun e Tiranës, Lezhës dhe Gjirokastrës. Me numër 13 të 3 kandidatët janë në një program me 13 pika për të bërë Shqipërinë e pabërë dhe për të rikthyer besimin dhe shpresën e qytetarit tek vendi. Drejtori ekzekutiv i qendrës së lëvizjes Vetëvendosje në Shqipëri, Bojken Abazi, thotë se qytetarët e kanë vënë re se kandidaturat dhe programi që kanë ofruar është model tjetër nga partitë, siç i quan ai, të vjetra në Tiranë. Problemi lidhur me korrupsionin dhe kapjen e shtetit në Republikën e Shqipërisë janë nis nga kuvendi. Aty votohen ministrat, aty votohen kryeministrat që më pas vendosin klientelën e tyre të korruptuar brenda administratës publike. Rrjedhimisht ne aty synojmë ta çojmë luftën tonë politike, po jo vetëm për ndaluar korrupsionin në administratë, po edhe për ndaluar to ligje speciale që gjithnjë më shumë po përqendrojnë pasurinë kombëtare shqiptare në gjithnjë më pak duar. Programi Abazit flet për një angazhim për shëndetësi publike, cilësore dhe falas, për dalje nga kriza, duke forcuar prodhimin dhe teknologjinë. Ne propozojmë një tjetër model ekonomik të bazuar mbi prodhimin, për të rritur punësimin, edhe për të rritur arkën e shtetit e për të shfrytzuar të para për shërbimin shëndetësor dhe arsimin që janë 2 nga sektorët më të goditur në Republikën e Shqipërisë, siç pam dhe së fundi me pandemin ku ka vdekur me 10 doktor e infermierë, sepse jashtë 2 spitaleve Covid, ata nuk kanë pasur as mjetet bazike të mbrojtjes. Sipas një përllogaritje, Abazit i duan rreth 16.000 vota për të fituar mandatin e deputetit, vota këto që duhet i sigurojnë në qarkun ku ai garon, atë të Tiranës, ku përfshihen bashkitë Tiranë, Kamës, Kavaj, Vorë dhe Rogozhin. Abazi, Shehu e Mergjani janë mbështetur në vazhdimsi edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, për të cilën pati edhe reagime të shumta. Abazi thotë se nuk e kanë synim që të hynë në koalicion qeverisës me asnjë parti tjetër, por se për çdo bashkëpunim të mundshëm do të vendosen brenda lëvizjes. Ai shton se në zgjedhjet e ardhshme do të ketë listë të plotë dhe platformë qeverisëse për të gjithë në Republikën e Shqipërisë. Nuk kemi asnjë synim të hyjmë në një koalicion qeverisës. Nuk kemi synim të fitojmë në një ministri e të punësojmë aty militant. Ne jemi duke ngritur një lëvizje, e cila në zgjedhjet e radhës do jetë me lista plota dhe një platformë qeverisë për gjithë Republikën e Shqipërisë. Dhe ne mendojmë që do bënim gabim të madh, po ta ndërmerrim këtë hap pasi të kemi fituar e të jemi në kuvend. Ai shtoi po ashtu se një nga veprimet më të thjeshta që do të bënin do të ishte nxjerrja e një raporti se çfarë ka ndodhur me 140 marrëveshje të nënshkruara mes 2 vendeve pasi nuk mund të ecet përpara pa u kuptuar se ku kanë ngecur ato. Bojken Abazi, Ilyas Shehu dhe Kreshnik Mergjani, të 3 kandidatët për deputet të mbështetur nga lëvizja Vetëvendosje në qarqet Tiranë, Lezhë dhe Gjirokastër, mbajnë numrin 13 në flet votim.
Sot në shënimin e ditës botërore të librit, Biblioteka Publike Ibrahim Rugova u pasurua edhe me 770 ekzemplar librash, dhurat për lexuesin nga kryetari i komunës Ardian Gjini. Drejtori i bibliotekës Angel Berisha u shpreh lumtur për pasurimin e fondit të bibliotekës me tituj librash që janë përzgjedhur sipas kërkesave të lexuesve. Biblioteka Ibrahim Rugova në Gjakov ka shënuar 23 prillin ditën botërore të librit. Si dhe çdo vit tjetër, edhe këtë vit donatorë të ndryshëm kanë kontribuar me dhurimin e librave. Ndërta ishte edhe komuna e Gjakovës me rreth 770 ekzemplar librash. Biblioteka s'ka fest më të madhe se ditën kur pranon donacione. Donacioni kësaj radhe ka ardhur nga Drejtoria për Kulturë dhe me një shtesë të konsiderueshme nga kryetari i komunës zoti Ardian Gjini, si dhe kemi marrë libra nga Instituti Urban Rrezik dhe nga Ministria e Kulturës, por kemi edhe donacione të tjera të cilat vijnë nga autorë të ndryshëm, si autor krijues dhe ashtu edhe biblioteka familjare. Kryetari Ardian Gjini tha se do të mundohen të ndihmojnë vazhdimisht biblioteken me projekte të ndryshme që të ofrojnë hapësirën e duhur të gjithë adhuruesve të librave. Po besoj që sado që bëjmë për bibliotekë nuk është mjaftueshëm edhe pajtonë me ty. Dojmë me vazhdu me rrit fondin. Janë disa arsye. Para, edhe më kryesorja definitivisht është që lexuesi kur vjen duhet me pas fundos më të librave, më shumë tituj, më shumë lloje leximit edhe të shkenca me kalu, pse jo, të publicistika, të historia që keni mjaftueshëm, po duhet mi rrit, definitive nuk ka asnjë dilemë, edhe si vjet do me buxhetu edhe më shumë. E dyta është bibliotekat janë në shumicën e vendeve që kanë avancu në këtë sistem, janë epicentra. Për nder të ditës botërore të librit, Biblioteka e Qytetit ka vendosur të shpërblej lexuesit të saj më besnik të gjitha moshave. E lumtur për vlerësimin që i është bërë u shpreh edhe kjo lexuese. Unë ndihem jashtëzakonisht mirë duke marrë parasysh që më pëlqen shumë lexuesi dhe më ndihmon që më shkput pa nga bota bardhëzi dhe të futem në atë botën imagjinare ku mbizotrojnë ngjyrat e bukura të leximit. Edhe përkundër pandemisë, këtu ka pasur mjaft lexues, si dhe është investuar në disa rafte të librave nga komuna e Gjakovës. Në vazhdim të ndjekim grafiken e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla ka pritur në takim Ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani. Në spitalin e Gjakovës po trajtohen ende shumë të infektuar me virusin korona. Aty po vazhdon edhe trajtimi pacientëve nga Shqipëria, ku gjithsejt janë 7 të tillë në këtë spital. Është bërë tashmë traditë që për ditën e tokës shumë qytetarë fëmijë të rinj të moshuar falin pa ngaku atyre për të mbjellë një pemë, pastruar një territor publik që synojnë të rrisin ndërgjegjësimin qytetar ndaj çështjeve mjedisore. Në fshatin Novosel të Gjakovës, gra ndërmarrëse tashmë po merren me prodhimin e plehrave organik. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syri vizvizion.tv. Mirupafshim.